sa i përket furnizimit me ujë zonave të qytetit, pas dëmtimit nga zjarri të linjës largpërçuesit të Rrymës, i cili furnizon me rrymë pompat e ujit në zonën e Lisnës së Borës. Në orët e mëngjesit kanë ndërhyrë menjëherë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe cedisit në sanimin e kësaj linje të Rrymës, si dhe në momentin që është bërë sanimi, janë lëshuar në funksion të gjitha pompat dhe janë lëshuar në maksimumin e mundur me të cilët do dhe stabilizojmë sistemin e ujit në qytet në orët e ardhshme. Të gjithë kemi fituar një njoftim që qyteti i Ulqinit është pa ujë të pishëm. Si do të jetë situata aktuale? Ditët në vijim presim të jetë stabile. Kemi pasur qysh mbrëmjen e kaluar disa pjesë të qytetit pa ujë, për arsye siç është ceka dhe më herët. Tani kemi lëshuar krejt kapacitetet e mundshme të pompave, si dhe presim që orët në vijim të kemi një stabilitet të ujit, po ashtu dhe në ditët e ardhshme.